Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ndjekës së tashmë të kanalit ton në Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit në fakt që kanë të bëjnë me showbizin shqiptar. Dua pak të ndaloj tek ferma VIP, dua të ndaloj tek loja që po bëhet në këtë fermë. Mimoza Ahmeti, një nga personazhet më të komentuar dhe një nga personazhet më të ndjekur në rrjetet sociale, po hamencohet jashtëzakonisht shumë që nuk do të jetë fituese e këtij formatit. Në fakt jam duke parë edhe një presion të jashtëzakonshëm që po krijohet brenda në fermë. Shikoja Sarën, e cila ka një bindje të qartë që mënyra se si ajo ka përzgjedhur që ta luan lojën është rruga e duhur dhe ka nxjerrur atë shumë bukur jashtë. Edhe pse unë e di që Sara ka informacion, sepse Sara ka dalë nga ferma dhe për këtë arsye i kanë dhënë informacione, edhe pse thuhet që do dëgjojmë një histori shumë të vështirë nga Sara. Nga ana tjetër shoh një Romir i cili është i bindur që mënyra se si Moza po tregohet te publiku është mënyra më e keqe që Moza ka dashur ta nxjerrë veten. Dhe një grup që është krijuar kundërdrejt Mozës thjesht janë të bindur që, do me thënë, peshqja e cila do të shkon në finale është grupi i tyre. Për shembull, dëgjoja Romirin teksa po fliste që në finale do të shkon në Soni, Romiri, Iliri, Sara edhe Moza. Do me thënë, duke mos i përfshirë këto të tjerët. Edhe pse ndoshta analiza e Romirit ishte deri diku e kapshme, por për mendimin tim, unë jam i bindur që fermerja e parë që shkon në finale është Mimoza. Tani unë e shoh që po bëhet, do me thënë, një lloj, le të themi një lloj proteste, kështu le ta quajmë, po bëhet në rrjetet sociale që Moza nuk do ta fiton fermën, Moza nuk është adekuate për ta fituar fermën, nuk ka vota etj etj. Unë mendoj që kjo bëhet vetëm nga qëllimi për ta ulur personazhin e Mozës edhe për të mos e dhënë të drejtën. Unë nuk dua, sinqerisht nuk dua që të ripërsëritet edhe një herë Big Brother VIP Albania 1, ku ne të gjithë ishim për Donaldin, ku ne të gjithë bënim tifo për Donaldin, ku Donaldi kishte fansat jashtëzakonshëm jashtë shtëpisë. Produksioni vendosi që fitoren t'ja jep Iliri, që në fakt Iliri nuk lidheshte askund në rrugën e fitores dhe dëshirës së madhe për të fituar nga qytetarët siç ishte Donaldi. Unë mendoj që Arbana dhe Eduardi, pa marrë parasysh zërave dhe këtij natit edhe mlefit që është në shtëpi, sepse unë shikoj që Sara, do me thënë, po luan me çdo kusht, jemi në 2 javët e fundit. Iliri të paktën ka një fotografi nga jashtë, por Iliri thotë unë e kam nxjerrë Mimozën keq, ndërsa Zhaku filloi që të afrohet te Moza sepse edhe u tremb. Unë e shoh që po bëhet një mini protest, le ta themi jashtë, që vetëm e vetëm për ta ulur vlerën e Mimozës, për ta degraduar Mimozën si lojtare, por unë mendoj që nuk do të arrijnë dot këtë gjë, pa marrë parasysh se çfarë presioni ndodh brenda në shtëpi. Si e komentoni ju presionin që po i bëhet Mozës nga fermerët?